Familjet e përmbytura në Shkodër marrin kësin e parë të dëmshpërblimit 3 vjet pas situatës së përmbytjeve të 2010-s. Lajmi u bë i ditur nga kryetari i Këshillit të Qarkut të Shkodrës, i cili tha se 7571 familje nga rrethi i Shkodrës dhe i Malësisë së Madhe do të përfitojnë dëmshpërblimin nga një fond për rreth 200 milion lekësh të reja. Për miratimin e vlerës së kompensimit të dëmeve të shkaktuar nga përmbytjet dhe nga rreshjet e mëdha të shinjut në kulturat bujqësore, janë 7571 familje të cilët do të përfitojnë këstin e parë të dëmshpërblimit sipas listave që i bashkangjitin këtij vendimit. Qeveria shqiptare ka akorduar 2 miliard lekë të vjetra apo 200 milion lekë të reja, të cilët janë disponibël në degën e thesarit Shkodër dhe do të shpërdahen nëpërmjet zyrave postare në të gjithë njësitë të cilët kanë pas përmbytje gjatë vitit 2011. Shkodra dhe Nën Shkodra prej vitit 2010 deri më sot ka përjetuar disa përmbytje të mëdha masive. Përmbytja e parë ndodhi në 3 janar të vitit 2010, ku gjithsej u përmbytën 10.400 hektar, 2.500 shtëpi dhe rreth 4.800 persona u evakuan. Kjo përmbytje përfshi 8 komuna të Nën Shkodrës dhe Bashkisë së Shkodrës, ndërsa dëmi llogaritur në këtë përmbytje ka arritur në vlerën e afro $6 milion.